Janë të gjitha kuptimet e Fjalori i madh i gjuhës shqipe është tashmë i aksesueshëm online për të gjithë përdoruesit përmes platformës fjalori.online, duke ofruar qasje të lirë dhe të hapur. Platforma online do të qëndrojë e hapur për një periudhë 9 mujore, gjatë së cilës përdoruesit mund të japin mendime, sugjerime dhe plotësime për përmirësimin e veprës. Sigurisht që ky është një lajm shumë i mirë dhe një lajm i madh për gjithë njerëzit e letrave, por edhe për gjithë popullin shqiptar, sepse për herë të parë botohet online një fjalor i tillë me përmasa kaq të mëdha. Pas përfundimit të kësaj faze, redaksia dhe koordinatori teknik do të përpunojnë të gjitha sugjerimet e mbledhura përpara se fjalori të kalojë në fazën përfundimtare. Akademia e Shkencave ka ngritur një grup të posaçëm, një komision, po themi të posaçëm, i cili do të shqyrtojë këto vërejtje apo sugjerime për të reflektuar brenda një periudhe që pason për gati 3 muaj, në mënyrë që në vitin e ardhshëm, pasi të reflektohen gjitha ndryshimet dhe sugjerimet, ky fjalor të botohet edhe në letër. Fjalori i madh i gjuhës shqipe është hartuar nga një ekip i gjerë specialistësh, ndërsa hapi i fundit i projektit do të jetë botimi i veprës në 10 vëllime i planifikuar për vitin e ardhshëm.